Përveç një video denonsimi, deputeti i Partisë Demokratike Igli Sara ka publikuar në rrjetet sociale një denonsim ndaj kryeministit Rama, duke akuzuar atë për abuzime të rënda me territorin e Bregdetit të Durrësit, si dhe për investimet që po bëhen në Durrës Marina. Sara ka deklaruar se plazhet historik të Durrësit janë marrë mijëra metra katror det dhe se nga plazhi historik tashmë nuk po mbetet asnjë gjurmë. Detet janë marrë mbi 40.000 metra katror det, ndërsa fondet publike po falen miqët e Ramës së kësaj, duke përmendur investime me fonde publike që po bëhen tek Marina. Mirë që vjedhin tokën, pasurinë publike, mirë që e transformojnë çdo gjë, po dhe e di me çfarë parash po e bëjnë. Po e bëjnë me paratë e shqiptarëve. Kanë nxjerrur një fond që quhet Fond për Bonifikimin e Zonës, e vjen në shërbim të një investimi privat. Ky është Edi Rama, kjo është qeveria e tij, këto janë banditët që vjedhin çdo ditë. Pasuritë shqiptare janë parat tuaja, miqtë mi. Janë paratë e shqiptarëve që vjedhin çdo ditë. Deputeti Sara ka bërë disa akuza publike kohët e fundit lidhur me shkeljet e konstatuara prej tij në zonën e qytetit bregdetar të Durrësit.